me urdhët Allahu Gjalleshanu. Ne dim, sunneti dërguar Allahu Gjalleshanu është bajtja i zari si për një. Osman bin Affan radhiyallahu anhu, kur dërguar Allahu Gjalleshanu në vitin 6 hijreti, ka shkuar përber umraj. Niyeti dërguar Allahu Gjalleshanu ishte përberja umra, pse ka parë në ëndër. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Është në Kur'an, ka parë në ëndër dërguar Allahu Gjalleshanu vetën duke bërë tawafi Kaaba. Me veshje ihram, me tawafi Kaaba, me qethje flokës e ruajtja, duke therrur qurbanet për haram. Edhe dërguar Allahu Gjalleshanu çfarë ka parë? Pas sabahu ka treguar me shokët e tij. Edhe shokët e Profetit selam, veçanërisht muhaxhirinët që ishin rritur në hijen e Kaabës, edhe ga 8 vit, ga 6 vit nuk kanë parë Kaaba, edhe umenie ka ardhur malli për Kaaba. Edhe ka thënë otër Gjalleshanu, a bën përgatitja, nisemi. Kanë haruar nga dashuria i madh që ne jemi në luftë me njerëzit Mekka. Edhe derisa nuk kemi nijet për luftë me ato, çfarë kanë për të bërë? Ne nuk kemi duke ikur me arma, ne do ikim me ihramet, me kafsha qurbanet. Edhe nisemi. Edhe dërguar Allahu Gjalleshanu ka thënë, bëni përgatitje. Edhe janë nisur. Po kur janë nisur, njerëzit Mekka, para sa hyret në Mekka dërguar Allahu Gjalleshanu, ka lajmëruar, ka dërguar Osman bin Affan radhiyallahu anhu për diskutuar me ato që ne nuk kemi ardhur me qëllim luftë, as për ofendimi juaj, ne kemi ardhur vetëm thjesht për umra. Edhe kur ka Osman bin Affan, e pari dërguar Allahu Gjalleshanu ka ofruar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Po Umar dërguar Allahu Gjalleshanu ti e di armisia ime me ato. Edhe nuk kam qef të bëhem shkaku që derdhja gjaku bëhet në haram. Prishet respekti haram, Allahu ka daluar atia derdhja gjaku. Edhe mos dërgo mua, dërgo Osmani, pse Osmani ka edhe fisi i madh, edhe shumica njerëzit, edhe Abu Sufjani ishte kryetari e Qurayshit atëherë. Dhe Abu Sufjani është nga fisi, Osman bin Affan edhe shumë tjera, Safan, edhe tjera janë nga fisi Banu Umayya. Edhe dërguar Allahu Gjalleshanu ka pranuar mendimi Omar radhiyallahu anhu dhe ka dërguar Osman bin Affani. Osman bin Affan kur hyret në Mekka, ato takon me Abu Sufjan dhe me kryetar të Qurayshit, tha Osman, po tani ti duke si fshatar që leshoj izarin tem, pse ke mbajtur aq lart? Ashtu si ka tradita njerëzit. Osman bin Affan tha, sahibi, domethënë shoku im, dashuri im, Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashtu mban, ashtu na ka urdhëruar edhe unë atë ndihim krenari, jo, çfarë shikoni syri juaj. Ni. Dyta ka thënë mirë, ne do diskutojmë